Kryegjyqtari i Gjykatës së Apelit Alaudin Malaj propozon për herë të parë kalimin e Gjykatës së Apelit për krime të rënda në kompetencë të gjykatës që ai drejton. Gjykata e Apelit Tiranë, si gjykata më e rëndësishme e Republikës së Shqipërisë, ka gjykuar çështjet më të rëndësishme në Gjykatën e Apelit të krimeve të rënda dhe më duket se më shumë se sa kanë vetë gjyqtarët atje, duke mbajtur peshën më të rëndë në gjykimin e bandave më të rrezikshme dhe në këtë drejtim çmoj se duhet parë për mendimin tim përfundimisht funksionimi i Gjykatës së Apelit të krimeve të rënda. Gjatë analizës vjetore 2012, zoti Malaj foli me tone të ashpra ndaj prokurorisë që sipas tij shpesh është ngathët në hetimet paraprake, duke shkaktuar problemin e kthimit të dosjeve për rigjykim. Kemi arritur në këtë përfundim sepse shumë çështje penale janë kaluar për gjykim në 2 shkallë të gjyqësorit dhe me rekurs në gjykatën e lartë dhe në fund çështja është kthyer për rigjykim me detyra konkrete të cilat në fakt i përkasin organit të akuzës dhe jo gjykatës. Gjatë analizës u theksua se kjo situatë sjell më pas deformimin e provave. Ka çështje që janë kthyer për rigjykim 2 dhe 3 apo 4 herë, të cilat më pas kanë përfunduar me prishjen e vendimit dhe pushimin e çështjes pasi nuk provohet fajësia e të panderit. Zvarritja pikërisht e shqyrtimit të këtyre çështjeve në kohë ka sjell edhe deformimin e provave. Duke ju referuar një urdhri të komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale, kryegjyqtari Malaj deklaroi se për momentin është pezulluar publikimi i vendimeve në faqen e internetit, pasi preken të dhënat personale të shtetasve. Por theksoi kryegjyqtari, Gjykata e Apelit ka vendosur të veprojë me një urdhër të brendshëm që për të respektuar transparencën do të ketë 2 formate zbardhje vendimesh, njëra e plot për palët dhe tjetra me emra anonim për publikun. Analizë vjetore zhvilloi edhe Gjykata e shkallës së parë, ku rezultoi se trupa gjyqësore e kryeqytetit po shqyrton një fluks të madh padisht civile dhe po ndeshet me qindra dosje të natyrës urdhra ekzekutimi.